Kamerieri që zbuloi një dhomë të fshehtë në hotel, në zemër të qytetit të vjetër të Beratit. Aty ku rrugicat mbartnin ende aromën e gëlqeres dhe zhurmën e hapave që i honin në përkaldrëm, ndodhe një hotel që pak e njihnin, por askush nuk e haronte dot pasi e kishte parë një herë. Quhej Kalaja Ain, një ndërtesë e vjetër, me mure të larta, dritare të ngushta dhe korridore që dredhonin si në ndonjë labirint. Ishte një hotel që kishte kaluar nga brez në brez, nga një pronar tek tjetri, por askush nuk dinte saktësisht kush e kishte ndërtuar i pari. Thuaj se dikur aty kishte qenë një shtëpi fisnike, e më pas një shtëpi e pushimit për ushtarët italian, dhe vetëm pas luftës ishte kthyer në hotel. Megjithatë, në fshatra rreth e rrotull qarkullonte një tjetër version një historie e errët, e përshpëritur nëpër treg, që në katet e poshtme kishte një dhomë të ndaluar, një vend ku dikur njerëzit zhdukeshin pa gjurmë. Në fillim të vjeshtës së vitit 2023, një djalë 27 vjeçar me emrin Ardia Meta u punësua si kamerier në këtë hotel. Kishte ardhur nga Tirana, pas disa muajsh të vështirë papunësie, me një sfë të thjeshtë, por me dëshirën për të rifilluar diku larg. Hoteli dukej vend ideal, qetësi, pak klient dhe një ndjenjë sigurie që vetëm ndërtesat e vjetra të japin, derisa nata e 14 tetorit ndryshoi gjithçka. Pjesa e parë. Dhoma që siguron në asnjë plan Ardiani kishte vetëm 2 javë që punonte në Kalaja Ain. Çdo mëngjes ngrihej në orën 6, ndizej kazanët e kafes, pastronte sallën e mëngjesit dhe vendoste tabakat me përpikëri të jashtëzakonshme. Ishte njeri i qetë, i përpikt dhe nuk fliste shumë. Pronari, një burr i moshuar me emrin Petro Çela, e kishte për zemër. Ky djalë ditë mbaj sekretet, thoshte gjithmonë me buzëqeshje enigmatike. Por sekretet e atij hoteli nuk ishin gjëra që dikush dëshironte t'i mbante. Natën e parë që shërbeu turnin e vonë, Ardiani kishte vënë re diçka të çuditshme. Në korridorin e katit të dytë, ku ndodheshin vetëm 5 dhoma, një derë e vogël druri, e vjetër dhe pa numër, qëndronte gjithmonë e mbyllur me dryp. Ai e kishte pyetur pastruesen, zonjën Lule, një grua rreth të 60-tave që kishte punuar aty për më shumë se 20 vjet. Mos e prek, i biri im, i kishte thënë ajo derë nuk hapet kurrë. Është magazin e vjetër, plot me gjëra të prishura. Por toni i saj kishte qenë shumë i shpejt, sikur të donte ta mbyllte temën me një herë. Ardiani e kishte ndjer. Ishte i kujdesshëm, por kurioziteti i tij e kishte bërë të mos e hiqte mendjen nga ajo derë. Një mbrëmje, ndërsa po fshinte tavolinat pas mesnate, dëgjoi një tingull metalik që vinte nga kati i dytë. Ishte një zhurmë e thellë, si diçka që përplasej lehtë me murin. Mendoi se mund të ishte era, por më pas u përsërit. 1 herë, 2 herë, 3 herë, ngjiti shkallët me kujdes, pa bërë zhurmë. Korridori ishte i zymt, i ndriçuar vetëm nga një llambë që dridhej. Dhe aty, pranë derës pa numër, ai pa diçka që ngriti gjakun në vend. Dryni i derës lëvizi vet, një klik i vogël u dëgjua, dhe dera u hap për disa centimetra. Një erë rënd e mykur shpërtheu në korridor. Ardiani qëndroi ngrirë. E dinte që duhej të kthehej poshtë, të thëriste pronarin, por një forcë e padukshme e shtyu drejt derës. Ai vuri dorën mbi dorezën e ftohtë prej hekuri dhe hapi pak më shumë. Brenda ishte errësirë e plotë. Ai ndezi dritën e telefonit. Drita ndriçoi një dhomë të vogël, me mure të zhveshur, pa mobilje. Në dysheme kishte një qilim të kuq të zbehtë, i njollosur, dhe në murin përballë, një pasqyrë e madhe e vjetër, e qarë në mes. Por ajo që e bëri të ndalonte frymën ishte diçka tjetër. Në dysheme kishte një pllakë që dukej ndryshe nga të tjera. Më e re, më e ndritshme, sikur dikush ta kishte ndëruar kohët e fundit. Ai u përkul, e preku me dorë, dhe vuri re se lëvizej lehtë. Një zhurmë tjetër u dëgjua këtë herë, prapa tij. Kur u kthye, dera u mbyll me një krismë të fortë. Kush është aty? Bërtiti ai i heshtje. Dritën e telefonit filloi t'i dridhej dora. Shpina ju mbulua me djersë të ftohtë. U përpoq ta hapte derën, por ajo nuk lëvizi më. Ishte si e vulosur nga jashtë. Në atë moment, ai dëgjoi një pëshpërim. Një zëgruaje i thellë që vinte nga poshtë, nga pllaka që sapo kishte prekur. Mos më zgjidhni, Ardiani u tërhoqi instinktivisht. Zemra i rihte fort, aq sa ndjeu se do shpërthente. U përpoq të ndriçonte më afër dyshemen, dhe vuri re se pllakën e ndante një vije holl, si prerje. Nën të kishte boshllëk, u ul në gjunjë, futi thonjt nën skaj dhe ngriti me kujdes. Poshtë saj ishte një vrim, e thellë, si një tunel i ngushtë që zbriste poshtë në errësirë. Ai ndjeu erën e lagësh që vinte prej andej, dhe në dritën e telefonit dalloi një copë rrobe të bardhë, si pëlur nate që varej në një thupër hekuri. Zoti i madh pëshpëriti. Në atë çast, dera u hap sërish me një zhurmë të fortë. Në prag qëndronte Petro Çela, pronari, me fytyrën e ftohtë dhe sytë që shkëlqenin në dritën e telefonit. "Çfarë po bën këtu, djalosh?" Zëri i tij ishte i ngadalshëm,
por i rrezikshëm. Ardiani u ngrit në këmbë, i trembur. Unë dëgjova një zhurmë. Mu duk se dikush ishte këtu, dera u hap vet, Petro e ndërpreu, duke ngritur dorën. Kjo derë nuk duhet të hapej kur. Ai e pa drejt në sy. Më pas uli shikimi nga pllaka e hequr. Një hije zemërimi dhe frike ju lexua në fytyrë. E gjetëm, përshpëriti me një ton që Ardiani se kuptoi dot. E mallkuaras na larehat as këtë herë. Petro e kapi nga krahu. Eja me mua. Hani, dhe mos i thuaj askujt asgjë për këtë që pe. Askush nuk do të besoj. Dhe nëse flet, do të pendohesh. Ardiani se kuptonte çfarë po ndodhte. Kishte frikë, por edhe ndjesin se sapo kishte prekur diçka shumë më të madhe se vetja. Ndërsa zbrisnin shkallët, ai dëgjoi përsëri zërin që vinte nga dhoma. Mos më lini këtu, përsëri u kthye. Por Petro e shtyu me forcë poshtë. Të nesërmen, dera ishte mbyllur sërish me një drytëri më të madh. Asnjë shenjë nuk mbeti nga pllaka e lëvizur. Zonja Lule nuk u shfaq në punë atë ditë. Dhe Petro, kur Ardiani tentoi ta pyeste për të, tha vetëm një fjali. Zonja Lule ka ikur, përgjithmonë. Por në sistemin e hotelit, në listën e dhomave, Ardiani pa diçka që nuk do të haronte kurrë. Në fund të faqes, pas dhomës me numrin 205, ndodhe një rresht që duhej të ishte bosh. Por kompjuteri tregonte një dhomë shtesë, 206 thezën, pa emër, pa datë hyrjeje. Në ditët që pasuan, hoteli Kalajain nuk ishte më i njëjti për Ardianin. Çdo tingull i vogël, çdo hap në korridor, çdo frymë që ndjente pas shpinës, i dukej si paralajmërim. Ndonse përpiqej ta shihte si fantazi. Diçka në brendësi i thoshte se ajo natë nuk kishte qenë thjesht një rastësi. Por ajo që e tmeronte më shumë ishte fjalët e pronarit. Nëse flet, do të pendohesh. Petro Çela vazhdonte të sillej me të njëjtën qetësi, por diçka në mënyrën si e shikonte kishte ndryshuar. Ishte një lloj vështrimi që përzinte frikë dhe përkujdesje, si dikush që ruan një sekret që mund ta vrasë në çdo moment. Ardiani kishte vendosur të mos fliste, por mendja e tij nuk ndalej. Çfarë ishte ajo dhomë? Çfarë ndodhej nën atë pllak? Dhe mbi të gjitha, kush ishte zëri i gruas që kishte dëgjuar atë natë? Një mungesë e çuditshme nesërmen e incidentit. Ardiani kuptoi se zonja Lule nuk ishte më kthyer në punë. Në fillim, mendoi se ndoshta ishte sëmur. Por pas 3 ditësh, kur e pyeti Petron, ky i tha vetëm: "Zonja Lule s'do të vi më. Mos pyet më tej." Ai nuk këmbënguli, por diçka se linte rehat. Në dhomën e pastrueses, ku ajo mbante fshesat dhe detergjentët, ende qëndronte palltoja e saj e vjetër blu dhe një fotografi e vogël e një vajze të re në mur. Ishte e vjetër, ndoshta 20 vjet më parë. Në anë të fotos kishte një mbishkrim: për mamin Mira, 1998. Ai u kujtua se dikur zonja Lule i kishte përmendur shkurt vajzën që kishte humbur në rini, një vajzë që kurse kishte gjetur dot. E mori Zoti, kishte thënë me lot në sy. Por tani, diçka i lidhi fiet në kokë. A mund të kishte lidhje kjo me dhomën e fshehtë? Një natë me shi një javë më vonë, një stujë e fortë përfshiu qytetin. Dritat në hotel ndizeshin e fikeshin nga rufeja, dhe uji depërtonte nëpër muret e vjetra. Ishte mbrëmje vonë, kur të gjithë klientët ishin mbyllur në dhomat e tyre. Ardiani po përgatiste oraret për mëngjesin e nesëm, kur dëgjoi një trokitje të ngadalt në derën e kuzhinës. Ishte ora 1 e natës. Ai shkoi ngadalë, por përtej xhamit s'pa askënd, vetëm errësirë. Kur hapi derën, në tokë ishte një zarf i lagur nga shiu. Brenda një copë letër e verdhë, e rrudhur. Mos u afro më. Ajo s'është dhomë, është varr. Me shkrim të dorës së një gruaje, Ardiani u drodh. E dinte se letra nuk mund të kishte ardhur nga askush tjetër përveç Lules. Por nëse ajo kishte ikur përgjithmonë, siç tha Petro ku ndodhej tani, hetimit nesërmen, ai vendosi të hetonte vetë. Në mungesë të pronarit, që ishte nisur në Tiranë për çështje administrative, ai hyri në arkivin e vjetër të hotelit, një dhomë e vogël me dokumente dhe plane ndërtimi. Pas disa orësh kërkimesh, gjeti një plan të vitit 1975, ku ndërtesa paraqitej ndryshe. Kishte 3 kate, por në fund të korridorit të katit të dytë, aty ku ishte dera pa numër, shënohej një dhomë shtesë me kodin 206. Në planin e ri të vitit 2010, ajo dhomë nuk ekzistonte më. Ishte thjesht zhdukur nga dokumentet. Ardiani i fotografoi të 2 planet me telefon dhe i krahasoi. Muret përputheshin, por në vendin ku dikur ishte dhoma 206, tani shënohej muri i jashtëm. Kjo s'kishte kuptim, ai e dinte që mbrapa asaj dere kishte hyrë vetë. Për të qenë i sigurt, u ngjit sërish në korridor. Era e lagësht ende ndjehej atje, edhe pse dera ishte tashmë e mbyllur me 2 dryna të mëdhenj. Ai afroi veshin pranë derës, asgjë, vetëm heshtje. Por sapo u largua për disa hapa,
Dëgjoi një trokitje të lehtë 3 herë, me ritëm të ngadalë. Tok, 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 e përpinte frika, por një ndjesi tjetër e çuditshme e tërhiqte. Kësaj here vendosi ta regjistronte me telefon, por kur e luajti zërin pas pak, dëgjoi qartë një fjalë që e ngriti në këmbë. Ardian, sekreti i vjetër dark, ai u ul me zonjën Vera, kuzhinierën e hotelit, që kishte po aq vite aty sa edhe lule. Me pak bindje dhe gotë raki, ajo pranoi të fliste. Djalë, nuk duhet të kërkosh më për atë dhomë. Ka gjëra që s'duhen trazuar. Çfarë ndodhi me të? Pyeti ai. Ajo uli syt dhe foli ngadalë. Kur hoteli u bëi pronarit të tanishëm, para shumë vitesh, ai nuk ishte vetëm. Kishte një grua, e bukur, e butë, por shumë e sëmur. Mira. Po, Mira. Ajo rinte gjithmonë e mbyllur në atë dhomë, larg klientëve. Thuhej se kishte halucinacione, se dëgjonte zëra, se shihte njerëz në pasqyrë. Petro e donte, por ajo u çmend nga vetmia. Një natë, pas një zënke, ajo u zhduk, si zhduk, askush nuk e pa më. Petro tha që u dërgua për kurim në Itali, por unë se kam besuar kur. Pas 2 javësh, dhoma u mbyll dhe su hap më, Ardiani u ngrit menjëherë. Po zonja Lule, Vera ngriti supet. Ajo ishte një nga të vetme që kujdesej për Mirë. E dinte më shumë se ne të gjithë, por kur s'flet për të. Dhe tani, nuk është më një fije e ftohtë i kaloi në përqaf. Mira, ishte po ai emër që kishte lexuar në fotografinë në dhomën e pastrueses. Vajza e Lules. A mund të ishte e njëjta? Në kokën e tij filluan të lidhen fijet. Një vajzë e humbur, një dhomë mbyllur, një zëfemëror që thërret nga poshtë dyshemes. Zbulimiat natë, nuk mundi të flinte. Në orën 2:17, ai mori vendimin që do t'i ndryshonte jetën. U ngjit sërish në korridor me dritën e telefonit dhe një kaçavit të vjetër. Drynat i kishte ndëruar vet Petro, por Ardiani kishte një aftësi të fshehtë dikur. Para se të punonte në hotel, kishte punuar si teknik bravash. Pas disa minutash, dera lëshoi një klik dhe u hap. Ajri i ftohtë dhe i mykur e goditi menjëherë. Dhoma dukej si më parë, por tani pasqyra në mur ishte më e errët, sikur diçka lëvizte përtej saj. Ai u afrua me kujdes, hapi dritën e telefonit dhe dalloi diçka të gdhendur në xhamin e thyer. Mira. Në atë çast, dyshemeja nën këmbët e tij u drodh lehtë. Ai u përkul dhe pas se pllaka që kishte ngritur atë natë ishte sërish aty, por tani dukej sikur po lëvizte vetë, sikur dikush po e shtynte nga brenda. Zëri u dëgjua përsëri, më qartë se kurrë. Mos më lini këtu poshtë, ju lutem, Ardiani, i dridhur, u ul në gjunjë dhe ngriti pllakën. Poshtë, ajo vrima e errët, por këtë herë diçka dallohej më mirë. Një dorë e zbehtë, si prej dylli, që varri nga një shkallë e vogël betoni. Ai e ndriçoi më afër dhe tmerri e pushtoi. Nuk ishte dorë gjallë, ishte një kock, ende mbuluar me copa rrobash të bardha. Dritën e telefonit e kapi paniku dhe i ra nga dora. Ajo rrotullohej nëpër tunel, duke ndriçuar për pak çaste një fytyrë të zvedhur poshtë, një fytyrë gruaje, me flokë të gjatë të zinj, sytë e hapur dhe buzët e ngrira në një klithmë që s'u dëgjua kurrë. Ishte ajo, ishte Mira. Zëri i vërtetaj doli nga dhoma duke u lëritur. Vrapoi poshtë, por askush s'u zgjua. Vetëm pas disa minutash, nga dhoma e tij doli Petro, me një fytyrë të zbehtë dhe duar që i dridheshin. Apo jo, tha ai me një zë të ulët. Ardiani s'mund të fliste. Veç tunte kokën, Petro u ul në një karrige. Fytyra e tij u zbardh krejt. Ajo s'duhej ta dinte askush. Nuk ishte faji im. Ajo humbi mendjen. U hodh vet në atë vrim. Unë vetëm e mbulova që mos ta merrte vesh askush. Ardiani e dëgjonte, por zemra i rrite fort, dhe zëri që dëgjova. Petro ngriti syt, i mbuluar nga lotët. Çdo natë, kur bie shi, ajo thërret. Kam jetuar me këtë për 30 vjet. Dhe tani që e hape përsëri, ajo nuk do të ndalet më në atë moment. Nga korridori sipër mu dëgjua një krismë e madhe xhami. Të dy ngritën kokën, pasqyra. Petro vrapoi lart, Ardiani pas tij. Kur arritën në dhomën 206, pasqyra ishte e thyer në mira copa, dhe në mes të dhomës, mbi dy sheme, qëndronte palltoja blu e zonjës Lule, e mbuluar me balë të lagësht, si të ishte sapo dal nga toka. Në mur, me gisht, dikush kishte shkruar. Mira nuk ishte vetëm. Ardiani ndjeu një therrje në gjoks. Nuk e kuptonte ende, por thellë në shpirt e dinte. Ky ishte vetëm fillimi. Sepse ndërsa syt u mbushën me frikë, në fund të korridorit u ndez për pak sekonda një llambe vjetër, dhe aty, në dritën e saj të zbehtë, ai pa një hije gruaje që ecte ngadalë, drejt dhomës pa numër. Në orën 3 të mëngjesit, hoteli Kalaja Inn ishte sërish i mbuluar nga heshtja, por ajo s'ishte më qetësia e zakonshme. Ishte një heshtje e trash, e frikshme, që të dukej sikur vinte nga muret vet.
Ardiani rrinte në hol me dritat ndezur, duart i dridheshin dhe sytë si shiste nga shkalla. Çdo tingull i vogël i dukej sikur do ta rrëzonte përsëri në panik. Pasqyra e thyer, palltoja e zonjës Lule, dhe ajo fjalë e shkruar me gisht në mur, Mira nuk ishte vetëm i sillen ende në mendje pa pushim. Por ajo natë s'kishte mbaruar. Krismat e katit të dytën orën 3:27, ndërsa po përpiqej të merrte frym, një krismë fort erdhi nga lart, nga një dhomë. Ai ngriti kokën dhe pa pluhurin që binte nga tavani. Se mendoi gjatë, mori llambën elektrike dhe u ngjit përsëri, ndonse çdo hap i dukej si një thik në stomak. Kur mbërriti në katin e dytë, dera e dhomës pa numër ishte hapur vetë. Era e ftohtë e lagësht e goditi përsëri në fytyrë. Në mes të dhomës, ku dikur ishte pasqyra, tani kishte një vrim më të madhe në mur, sikur diçka kishte dalë prej andej. Ardiani u afrua. Në dysheme kishte gjumë të njoma që shkonin drejt korridorit. Ishin si shenja të këmbëve të zbathura, të vogla, të një gruaje, u përkul. Ishin ende të lagura. Dritën e telefonit ja ndaloi një zë që erdhi nga pas. Mjaft, djalosh. Mjaft, ishte Petro. Qëndronte në prag, me fytyrën më të zbetë se kur. Ti e hape mallkimin. E gjallëroje. Nuk e di ç'ke bër. Ardiani ktheu syt nga ai. Ju e varosët atë, apo jo? Ajo nuk vrau veten. Petro uli kokën. Nuk isha unë, nuk ishte vetëm unë. Fjalët e tij mbetën pezull në ajër, para se një britme mbytur të vinte nga fundi i korridorit. Ishte zëri i një gruaje, i njohur, i dhimbshëm. Palltoja blu mëngjes, policia e Beratit u paraqit në hotel pas telefonatës së Ardianit. Ai s'kishte më fuqi ta mbante brenda çfarë kishte parë. Një oficer i quajtur inspektor Hoxha, një burr me flok gri dhe fytyrë të lodhur, mori në pyetje pronarin. Zoti Qela, a e dini që në hotelin tuaj është gjetur diçka që duket si trupi njeriut? Petro nuk foli. Vetëm uli syt. Dhe kush është zonja Lule, që sipas punonjësit tuaj mungon prej ditësh? Ajo iku. Tha ai shkurt. Ku? Nuk e di. Ardiani u afrua. Zoti inspektor, duhet të kontrolloni poshtë asaj pllake. Ka një tunel. 2 policë zbritën me drita dore. Pas disa minutash u dëgjua zëri i tyre. Zotëri, këtu ka diçka. Kur e ngritën pllakën, gjetën jo një, por 3 trupa. 2 gra dhe një fëmijë, të vjetër, të tharë, të mbuluar me pëlhura të bardha, që kishin mbetur të ngjitura në kocka. Njëri prej tyre mbante ende një varse me një inicial. Ardiani u tërhoqi tmerruar. Policët u shokuan. Do na duhet të mbyllim me një herë këtë vend, tha inspektori. Dhe ju, zoti Qela, do të vini me ne. Por Petro vetëm buzëqesh i hidhur. Nuk do më besoni, por ajo ende është këtu. Në atë moment, dritat e korridorit u fikën të gjitha njëherësh. Fshehtësia e Petros pas disa orësh në komisariat. Petro Qela dha një dëshmi që do t'i trondiste të gjithë. Në regjistrin e policisë u shënua si rrëfim i paqartë dhe i pjeshëm, me element paranoje. Por ajo që tha, i lidhi të gjitha fijet që Ardiani s'mund t'i kuptonte dot. Në vitin 1998, gruaja ime Mira s'ishte e vetmja që humbi mendjen. Ishte shtatzën. Kishte frikë nga diçka që thoshte se e ndiqte. Zonja Lule kujdesej për të. Por një natë, kur dëgjuam ulërima, unë gjitëm të dy. E gjetëm Mirën në mes të dhomës, me foshnjën në duar, por fëmia sfrymonte. Mira bërtiti, më fajsoi mua, dhe pastaj ajo u godit. Nuk e di kush e bëri. Unë, ajo, Lule, u përpoqëm ta shpëtonim, por ra në vrim. Dhe pastaj gjithçka u bë errësirë. Policia e mori si një rrëfim të një plaku të çmendur. Por kur u pyet pse kishte 3 trupa, jo 2, Petro tha diçka që ngriti gjakun e të gjithëve. Fëmia nuk ishte i vdekur. Lule e mori, por mallkimi i ndjek të gjithë që prekin atë dhomë. Mallkimin ditët që pasuan, hoteli u mbyll për hetime. Ardiani u rikthye në Tiranë për të shpëtuar nga ajo çmenduri. Por edhe atje, netët nuk ishin më të qeta. Në shtëpi një natë, ndërsa po kontrollonte telefonin, vuri re një gjë që ngriu. Në regjistrimin që kishte bërë atë natë në korridor, përveç trokitjeve, dëgjoi qartë një fjalë tjetër. Një zë i qetë fëmije që thoshte: "Babi", ai se kishte dëgjuar kur më para atë pjesë. Dritat në dhomë filluan të dridheshin. Në pasqyrën e korridorit, për një çast, ai pa një hije të vogël që qëndronte pas tij. U kthye menjëherë, por nuk kishte askënd. Vetëm një aromë e njohur, e lagësht, ajo që vinte nga dhoma e hotelit. Zbulimi i fundit një javë më pas, një gazetar lokal publikoi një artikull për rastin e Kalajain. Në mes të artikullit shkruaj se policia kishte identifikuar 2 nga trupat. Njëra ishte Mira Qela, bashkëshortja e pronarit, tjetra zonja Lule Dosti, pastruesja që ishte zhdukur pak ditë para ngjarjes. Por trupi i tretë, më i vogël, mbeti i pa identifikuar. Ekspertët thanë se ishte një fëmijë rreth 1 vjeç, dhe se kishte vdekur shumë më vonë se të tjerët. Kjo s'kishte kuptim. Si mund të kishte qëndruar një foshnjë gjallë në një vrim për vite me radhë?
Gazetari kishte shkruar një fjalë që shumë e njohuan, por që Ardiani e lexoi me tmerr. Sipas analizës së Adnës, fëmia është i lidhur gjenetikisht me një të afërm të gjallë të lule dostit, të quajtur Ardian Meta. Kthimiat nat, Ardiani s'mundi të merrte frym. Gjaku ju ngrit në kokë. Ai u kujtua për çdo detaj të jetës së tij. Mungesën e prindërve biologjik, faktin që ishte rritur në jetimore, dhe mënyrën si Lule e kishte përmendur një herë vajzën e saj të humbur. A mund të ishte ajo nëna e tij e vërtet, dhe fëmia në vrim vëllai i tij? Në agim, ai mori makinën dhe u nis sërish për në Berat. Hoteli ishte i rrethuar me shirita policie, por dera e pasme, nga obori, ishte ende e hapur. Ai hyri brenda, i mbuluar nga heshtja, korridori duke më i gjatë se kurrë. Kur arriti para derës pa numër, ajo tashmë nuk kishte më dry. Vetëm një shenjë me bojë të kuqe mbi të. SH. Ai shtyu derën ngadalë. Dhoma ishte bosh, por në pasqyrën e re që dikush kishte vendosur, u pa vetja dhe prapa vetes, për një çast, fytyra e një gruaje me pallto blu dhe flokë të zinj që i buzëqeshte lehtë. Në dysheme, aty ku kishte qenë pllaka, tani ishte një lule e vetme e bardhë. Ardiani u ul në gjunjë, preku tokën dhe përshpëriti. Më fal, nën. Në atë moment, një frymë lehtë kaloi në përdhom. Llamba u ndes për pak, dhe një zë i butë, femëror, tha: "Tani jemi të qetë." Dhe gjithçka u shua. Epilog 3 muaj më vonë, hoteli Kalaja Inn u shem pjesërisht për rikonstruksion. Punëtorët që ishin në vend raportuan një gjë të çuditshme. Në themelet e ndërtesës, gjetën një dritare të vogël muri, që çonte drejt një korridori të nëndeshëm të bllokuar. Brenda, në murin e djathtë, ishte gdhendur një datë, 14 tetor 1998, dhe nëntë, me gërma të zbehta. Dhoma nuk do të mbyllet kurrë. Pas disa orësh agonie dhe shtrirë në errësirë, Ardiani ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej kohësh, heshtje të plotë. As zhurmë uji, as hapat e rojeve, as fishkëllima e ajrit të vjetër që përhapej në korridoret e fshehta. U ngrit ngadalë, duke ndjerë që dritarja e dhomës ishte hapur paksa. Një frymë e ftohtë hynte brenda, dhe me të një erë deti. Kjo ishte e pamundur. Hoteli ishte në mes të qytetit, kilometra larg nga Bregdeti, por era kishte krip. Dhe aty, në qoshën e dritares, vuri re një copë letre të lagur, si të ishte futur me qëllim. E mori me duar që i dridheshin. Në letër ishte shkruar me një shkrim të ngjashëm me atë që kishte parë në ditarin e vjetër të Sandrit. Ish kamrierit të zhdukur. Dhoma nuk është dhomë. Ajo që kërkon, të sheh. Zemra i rahu fort. Ktheu syt nga pas, dhe pas e dera e dhomës që deri në atë çast kishte qenë mbyllur, tani ishte hapur. Përtej saj, një dritë e zbehtë vezullonte si flak qiriri. Ardiani u afrua me kujdes, duke dëgjuar vetëm frymarrjen e vet. Korridori nuk ishte më i njëjti. Muret ishin me bojë të plasaritur, dyshemeja e përlyer me lagështi, dhe një herë kalbësia e rëndë e mbështolli me një herë. Në fund të korridorit, drita vinte nga një derë gjysmë e hapur. Ai e shtyu me kujdes dhe hyri. Dhoma përballë tij ishte e zbrazët, përveç një pasqyre të madhe të thyer në mur. Në reflektimin e copëzuar, Ardiani pa diçka që nuk duhej ta shihte. Veten e tij, por të vjetër, me flok gri dhe sytë e errët, si të ishin tretur në errësirë. Ai pasqyrim buzëqeshi lehtë dhe bëri shenjë me dorë, ndërsa Ardiani në tmerr bëri një hap prapa. Pasqyrat filluan të dridheshin. Zhurma u kthye si një val uji që glabëronte çdo tingull tjetër. Zëri i gruas së vjetër që e kishte paralajmëruar një ditë më parë në rrugë ju kujtua. Mos e kërko dhomën që nuk ekziston, bir, sepse kur ta gjesh, ajo do të kërkoj ty. Në një çast, dyshemeja nën këmbët e tij u ça dhe një dritë e bardhë, e verbuar, shpërtheu nga poshtë. Ai ra brenda, sikur po binte në një boshllëk të pafund. Kur u zgjua, gjendej përsëri në hollin e hotelit. Ishte mëngjes. Dielli po hynte përmes dritareve të mëdha, dhe gjithçka duke e qetë, e pastër, sikur asgjë s'kishte ndodhur. Por asnjë nga klientët nuk ishte aty. As recepcionisti, as zonja që i jepte çelsat, as ndonjë tjetër. Ai eci drejt recepcionit dhe pa librin e regjistrimeve të hapur. Emrat e klientëve ishin fshirë. Vetëm një resht ishte i mbetur në fund të faqes. Arjan Hoxha, dhoma 313. E kishte hapur vet atë dhomë. Ishte i bindur për këtë. Por kur mori çelsin e varur në mur, numri mbi të nuk ishte më 313, por 310. Ai vrapoi drejt katit të tretë, por kur mbërriti, midis 309 dhe 311 nuk kishte asnjë derë tjetër. Vetëm një mur i rrafshët, pa asnjë shenjë, sikur dhoma që kishte parë të mos kishte ekzistuar kurrë. Ardiani ndjeu një të ftohtë që i përshkoi shpinën. Doli nga hoteli me hap të ngadalt dhe pa prapa.
fasada dukej si çdo ndërtesë tjetër e qytetit. Por lart, në katin e tretë, në vendin ku do të duhej të ishte dritarja e dhomës 313, ai pa një siluet që qëndronte në errësirë dhe e shikonte. Nuk mund të dallonte nëse ishte njeri apo hije. Vetëm që po e vështronte. Kur më në fund u kthye në punë ditën tjetër, hoteli ishte mbyllur. Një tabele e vogël në derë lexonte: mbyllur për rinovim. Hyrja e ndaluar. Por njerëzit në qytet filluan të flisnin përsëri për të. Disa thoshin se pronari ishte arrestuar, të tjerë se kishte ikur jashtë vendit. Kishte edhe nga ata që thoshin se hoteli kishte qenë gjithmonë bosh, se asnjë klient nuk kishte hyrë aty prej vitesh. Kur Arjani ua përmendi dhomën 313, askush nuk e njihte. As regjistrat e bashkisë nuk kishin një ndërtesë me atë adresë. Një natë, kur po kthehej nga puna, pa dritë të ndezur në dritaren e tretë të ndërtesës që duhej të ishte hoteli. Ai u afrua, por nuk kishte derë hyrjeje. Vetëm një mur i lyer rishtazi. Megjithatë, mund të betohej që e dëgjoi zërin e vet që vinte nga brenda, duke pëshpëritur: dhoma nuk është dhomë. Ajo që kërkon të sheh. Nga ajo natë, askush nuk e pa Arjanin. Por disa banorë që kalojnë andej thonë se ndonjëherë, kur bie shi dhe dritat e rrugës fiken, dritarja e tretë ndizet për disa sekonda, dhe në të shihet një kamerier që tun çelësi në një dhome që nuk ekziston.